Një sasi eksplozivi u zbulua pranë zonës së velierës në Durrës, ndërsa policia ka mbajtur të rrethuar gjithë zonën deri në orët e para të mërkurës. Lënda plasëse që u shpërthyen në mënyrë të kontrolluar nga ekspertët gjenier vuri në alarm autoritetet dhe çoi në bllokimin e menjëhershëm të zonës që nga mbrëmja e së martës. Në datën 20/5/2025, rreth orës 22:30, në lagjen me numër 1 në vendin e quajtur Veliera, është konstatuar një pako me lëndë të dyshuar plasëse, tha zyrtarisht policia e Durrësit në komunikatën zyrtare. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë shkuan në adresën e dhënë dhe vendosën perimetrin e sigurisë, ndërsa njësia anti-eksplozive Reneas kreu veprimet për çaktivizimin e pakos me lëndë plasëse, që ishte e lidhur me një celular të ngjitur në Natriban. Sipas policisë, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon tashmë për zbardhjen e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar. Materialet procedurale mësohet se i kaluan organit të akuzës për veprimet të mëtejshme.